Debati për celularin që përfundoi tragjikisht, burri vrau me çifte bashkëshorten, të tjera detaje dalin nga krimi në Shkodër. Hetimi për vrasjen e Bardh Ziçit nga bashkëshorti i saj një ditë më parë në Shkodër ka nxjerrë në dritë elementë të rinj. Sipas policisë së Shkodrës, dyshimet kryesore për ngjarjen lidhen me xhelozinë mes çiftit. Pamjet e kamerave të sigurisë të cilat janë në dispozicion të uniformave blu tregojnë se shqefën Ziçi i ka kërkuar bashkëshortes së tij të ndjerë celularin, çka ka sjell një debat mes tyre pas këtij konflikti. 62 vjeçari ka hyrë në banesë, ka marrë çiften që e mbante me leje dhe ka qelluar ndaj gruas së tij duke e lënë pa jetë në vend. I dyshuar, i cili është i tronditur nga ngjarja, ende nuk ka dhënë dëshmi në polici, ndërsa burime pranë mbrojtjes thonë se ata do të këmbgulin në versionin se vrasja ka qenë aksidentale. Sipas tyre, Shtjefën Ziçi e mori çiften për ta pastruar dhe nuk e dinte se ajo kishte fishek brenda, pasi siç pretendohet arma ishte mbushur më herët nga bashkëshortja pa dijenin e tij. Megjithatë, nga pamje, dëshmi dhe hetimet paraprake, policia vijon të besojë se motivi lidhet me xhelozinë në çift. Në çastet e para se të prangoset, i dyshuari ka thënë grupit hetimor në vendngjarje se nuk ishte penduar që kishte vrarë gruan e tij, por kjo mbetet vetëm një deklaratë e bërë në momentin e arrestimit dhe jo një dëshmi zyrtare. Nga ana tjetër, mbrojtja i kundërshton përfundimet e policisë për xhelozinë dhe mban qëndrimin se ngjarja ka qenë aksidentale. Burime pranë familjes bëjnë me dije se Shtjefën Ziçi ka lënë porosi që për bashkëshorten të bëhen të gjitha nderimet dhe që ceremonia e varrimit organizohet nga familja e tij, ku ajo ishte martuar sipas traditave të zonës Dukagjinit, me qëllim që viktimës t'i bëhej respekti maksimal. Krimi u shënuar rreth orës 13:30 nënt korrikut në unazën lindore të Shkodrës. Shtjefën Ziçi, pas një debati me Bardh dhe Ziçen në një dyqan pranë shtëpisë së tyre, hyri në banesë, mori çiften dhe qelloi dy herë ndaj saj duke lënë të vdekur në pragun e shtëpisë. 55 vjeçaria u përpoq të largohej për t'i shpëtuar plumbave, por dy të shtënat i morën jetën. Shtjefni dhe Bardha Ziçi janë prindër të 2 fëmijëve, një djalë që jeton në Kanada dhe një vajzë që punon si oficere në repartin ushtarak në Vaun e Dejës. I dyshuari punonte si taksist me makinën e tij private dhe njëkohësisht merrej dhe me furnizimin e dyqanit ushqimor ku shiste bashkëshortja e tij, e cila mbeti e vrarë. Çifti njehej në zonë si i qetë. Sipas banorëve, nuk kishte asnjë konflikt të mëparshëm të njohur mes tyre. Ata punonin së bashku dhe kishin një jetë zakonshme deri në momentin kur ndodhi vrasja, e cila tronditi opinionin publik. Policia ka sekuestruar armën e krimit, një çifte me leje që e posedonte autori, ndërsa Shtjefën Ziçi u arrestua menjëherë në vendngjarje. Ai nuk u përpoq të largohej, nuk bëri rezistencë dhe nuk shfaqi pendes. Grupi hetimor ka marrë gjithashtu kamera sigurie nga zona me qëllim zbardhjen e plotë të dinamikës së kësaj ngjarje të rëndë në Shkodër.